dashur qytetar të Tiranës, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Preshevës dhe Malit të Zi, të dashur bashkëpunëtor. Sot jemi mbledhur këtu në zemër të Tiranës. Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të ngritur zërin kundër padrejtisë që po bëhet bile më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s, të cilët luftuan për lirinë e dheut. Në vitin 2022, me 29 shtator, bashkë me presidentit Recep Mejdani, Bamir Topi, Becet Pacolli dhe ish kryeministrin Baderi Majko ishin në Hagë, në dhomat e paraburgimit, për takuar personalisht me presidentin Thaçi, me Jakub Krasikin, Kadim Eceli dhe Recep Selimin. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin friksuar, por burrat fort që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krime, por kanë bërë detyrën më të lartë që një historia bashkëkohore. Qëllimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit të vet. Unë besoj se drejtësia do bëjë detyrën e saj e do të jetë në krahun e 4 rrethëve të UÇK-s. Ata e mërgosur pa prova, me akuza të fabrikuara në qarqe dhe erda serbo-ruse, që përpiqet të llosin luftën për çlimin e Kosovës. Duhet të theksoj një fakt të rëndësishëm, se lufta e UÇK-s u mbështet fuqishëm nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe nga partnerët e rëndësishëm perëndimor. Në këtë kuadër, dëshmitarët zyrtar amerikanë që po dëmtojnë dhe që po dëshmojnë në gjykat, po sjellin prova dhe fakte që vërtetojnë katërcëpërisht pafajësinë e udhëheqësit të UÇK-s. Këto janë dëshmi të qarta se ata nuk ishin kriminalë, por komandantë të udhëheqës të ushtrisë qeveritare të ligjshme për mbrojtjen e popullit të tyre, pavarësisht trojave shqiptare dhe idealeve të lirisë. Dëshiroj të them se shqiptarët historikisht njihen si luftarë dhe kanë luftuar në shekuj, por 3 raste janë që shqiptarët kanë luftuar për vete. Në kohën e Skënderbeut, gjatë luftës së dytë botërore dhe UÇK-a. Të dashur miq, është koha që të mos heshtim, po të ngrim zërin, sa më lart për të mbrojtur veten tonë dhe sakrificet që njerëzit tanë kanë bërë. Nuk mund të pranojmë dhe as të lejojmë të në përkemet gjaku i shqiptarëve. Pra, liria e Kosovës nuk është dhurat. Ajo është fituar me gjak, me sakrifica, me vendosmëri. Ndaj sot më shumë se kurrë
ne duhet jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mbrojtur tartën e kombit tonë shumë të vojtur në shekuj. I bendhirje drejtësisë që tregoj vetën për të bërë mësim për gjithë. Lavdi të shporëve të qikës. Gjeri drejtues të qikës. Zoti e bekoftë Kosovën, Zoti e bekoftë Shqipërinë.